Qendra për Kulturë në Gostivar, në kuadër të aktiviteteve për pritjen e festës së 28 nëntorit, organizoi një koncert festiv së bashku me ansamblin e këngëve dhe valleve popullore shqiptare të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Koncerti u shpalli hapur me himnin kombëtar për të vijuar me këngë e valle që burojnë nga shpirti dhe tradita shqiptare. Para mysafirëve që kishin ardhur nga afër të shikojnë performancat e artistëve në skenën e Qendrës për Kulturë, një fjalim përshëndetës mbajti drejtori i ansamblit të këngëve dhe valleve popullore shqiptare në Maqedoninë e Veriut, Jetmir Rexhepi. Ansambli ynë ka një mision të qartë të ruajë dhe të promovojë vlerat tona kulturore, këngën, vallen dhe traditën shqiptare, duke i përcjell ato të brezat e ri me përkushtim dhe profesionalizëm. Nëntori është muaj krenarie, është muaj që na kujton rrugën gjatë drejt lirisë dhe identitetin, le ta festojmë me dignitet dhe me respekt për të gjithë ata që sakrifikuan që ne sot të këndojmë dhe vallëzojmë lirshëm. Edhe drejtoresha Faria Adili siguroi se dyert e Qendrës për Kulturë gjithnjë do të jenë të hapura për artin, kulturën dhe promovimin e vlerave që na nderojnë si popull. 28 nëntor është dita që na bashkon, na kujton rrugëtimin ton, sakrificat, krenarin dhe të ardhmen që ndërtojmë së bashku. Është kënaqësi e veçantë për mua që u mirëpres në këtë mbrëmje artistike, e cila na sjell pranë artin, këngën dhe vallen, gjuhën më të bukur të shpirtit shqiptar. Sonte kemi nderin të presim ansamblin e këngëve dhe valleve popullore shqiptare të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Artist që me profesionalizëm, disiplinë dhe dashurin ndaj traditës e ruajnë dhe përcjellin trashëgiminë tonë kulturore në çdo skenë ku paraqiten. Kujtojmë se festat e nëntorit veshin kuqezi të gjitha vendbanimet shqiptare, ndërsa shkollat mbajnë programe festive me qëllim që gjeneratat e reja të rriten me vlerësimin për të parët, të cilët nuk kursyejnë asgjë nga veçja, që ne sot të gëzojmë, këndojmë dhe festojmë me gjuhën tonë të bukur dhe me flamurin që na mban bashkë si shqiptar. Festa fillon më herët në Gostivar për shkak se është bërë traditë që dita e flamurit të festohet në shtetin shqiptar, në vendin ku qëndis flamuri dhe u valvit për të fituar lirinë e pavdekshme.